Kryeministri Edi Rama ka reaguar për zjarrin që ra pas ditën e së martës në një pallat pranë spitalit Nën Tereza. Me anë të një postimi në platformën X, Rama shkruan se pallati do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi. Ai gjithashtu falenderoi zjarrfiksit dhe forcat e rendit për punën e tyre heroike. Pallati që u dojq dje në Tiranë do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se nga të dhënat paraprake, shkaku i zjarrit s'ka asnjë lidhje me vetë ndërtimin, sepse ne nuk mund t'i lëm vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre, dhe nga ana tjetër, taksapaguesit nuk mund të paguajnë një dëm të cilin duhet ta paguanin sigurimet. Rast kuptim plot për të kuptuar të gjithë se sigurimi i shtëpisë nga fatkeqësitë është i domosdoshëm. Gjithsesi, të gjithë familjarëve të dëmtuar u them të ndjehen të qetë nga kjo anë dhe ju uroj vetëm shëndet, duke falenderuar nga zemra zjarrfiksit e forcat e rendit për punën heroike në shpëtimin e të gjitha jetëve të rrezikuara, shkruan Rama.